Pas dëmtimeve masive në rrjetin energjetik të Pukës, shkaktuar nga rreshtet e pazakonta të borës, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike vjen ende përpjekjet për normalizimin e situatës. Aktualisht brigadat e riparimeve, pasi mundësuan rikthimin e energjisë në shumë prej fshatrave të këtij rrethi, janë përqendruar në komunën e Fierzës, ku po bëhet i mundur zëvendësimi i shtyllave të thyera, si dhe rivendosja e linjave. Bashkë me punonjësit e operatorit të shpërndarjes janë angazhuar dhe banorët e zonës së thellë malore, të cilët prej 5 marsit janë pa energji elektrike. Kjo borë që ka ra tash s'ka ra që 40 vjet ka që ranë. Megjithatë, janë marrë masat e duhura në kohë, po larg. Ju jeni angazhuar dhe si banorë të zonës? Gjithë banorët janë në përgjithësi janë angazhuar, sidomos arsit janë angazhuar gjithë. Qysh në para këne i kanë bërë tona gropa që kanë pas mundësi për këto investimet atëre, këto zotnit i kanë pru materialin. Tërësia borës mbi 1 metër, ka përqësua gjendë në fshatër, pa energji jemi rreth 1 javë. Jemi angazhuar gjithë për të investuar qoftë edhe me mjetet tona për që kanë pas. Për kreun lokal të OSHE Ndue Nikole, dëmet e shkaktuara nga rreshtet e fundit të borës ishin kolosale, por falë mbështetjes së drejtorisë qendrore me bazë materiale, rrjeti po rivjet në punë plotësisht. Komplet mbi 90% e rrjetit të Pukës ishte i dëmtuar. Ka qenë dëmtuar mbi 120 shtylla betonit të cionit mesëm, dëmtuar nga këto 60 shtylla që janë dëmtuar, që janë kthyer dhe që i kemi bën zëvendësimin e tyre në shumë pjesën e dërmuesit e tyre. Nikosisht kanë qenë dëmtuar mbi 200 sa traversa, nikosisht edhe përcjellës putur. Rrjeti energjetik në rrethin e Pukës, ashtu sikurse në të gjithë veriun e vendit, është pa rimonte që prej viteve 70, çfarë ka bërë që të shkaktohen dëme masive sa herë ka rreshje apo shkarkime atmosferike.